Kosova pavarësisht se në kushtetutë ka mbrojtjen sociale, cilën e rregullon me ligj, e ka të rregulluar në mënyrë parimore, por me kushtetutë ne kemi marrë përsipër që pavarësisht që nuk jemi antar në Këshillin e Evropës, ta zbatojmë praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe nëse lexojmë praktikën edhe udhëzuesit e kësaj gjykate, shteti, secili shtet që prosperon me shku në Këshillin e Evropës, për dhe obligimet që janë lidhur për shtetet e tjera, dialogu social është vendimtar edhe obligim kushtetues edhe detyrim ligjor që me e zbatu në secilin hap të politikë bërjes. Edhe dialogu social në këtë drejtim e ka për detyrë. Në ndërkohë nëse shohim secilin legislacion, si atë për Këshillin Ekonomik Social, si atë për grevat, si atë për organizimin sindikal, si tek ligji i punës, si tek legislacioni tjetër nga fusha sociale, Kosova në preambull atë në secilin ligj, në secilin preambull të këtyre ligjeve, Kosova ka marrë përsipër të zbatoj edhe gjitha obligimet që rrjedhin nga konventat edhe direktivat edhe opinionet e organizatave ndërkombëtare të punës. Dhe këto obligime, këto opinione, këto raporte, këto konventa nuk thojnë që dialogun social, Këshillin Ekonomik Social, mos me e konstituu edhe me cenu edhe me shmang në politikat të caktuara. Ta përmendim një fakt. Ligji për pagën minimale, ose paga minimale të mënyra se si u caktu. Me ligjin e kaluar të përbën kjo shkelje të ligjit? Po kjo përbën shkelje të ligjit të obligimeve kushtetuese. Dhe në raport me atë që e përmendi Ymeri me Padin, edhe si Instituti Kosovës për Drejtësi, duke komunikuar me zbashur me BSVK, ne jemi ofru si qendër për ndihmë juridike falas e cila është në kuadër të IKD-s, që ta hartojmë së bashku një padi përmes së cilës ne e goditim në gjykat Ministrinë e Financave për mos veprim në rastin e shpalljes së konkursit, që nga nesër ne jemi të hapur, mund të shkojmë tek ta, po mund të vinë edhe sindikatat tek ne në mënyrë që ta paditim dhe të në një periudhë sa më të afërt ky Këshill Ekonomik Social të konstituohet. Pra, është obligim kushtetues edhe ligjor, për cilën ne kemi marrë përsipër po e përsëris, pavarësisht që si jemi antar në Këshillin e Evropës, me zbatu praktikën e GDN-s. Dhe në këtë drejtim, praktika e GDN-s tek udhëzuesit e saj tregon në mënyrë të qartë që dialogu social duhet me qenë vendimtar në çdo politikë bërje. Ta përmendim çysh po cenohet jo më larg se dje, apo kur u hodh në votim qeveria e Kosovës që nuk i mori votat. Rritja e pensioneve për 30 euro në raport me pensionet bazik që është 120 euro. A është konsultuar dikush? Askush. Pas dialog për Jo, askush. Për pagën, për me i vëllon të drejtën veteranëve që me punu njëkohësisht dhe me marrë pension në të njëjtën kohë, nuk ka asnjë konsultim publik, as me veteranët, as me grupet e tjera të caktuara sociale. Dohon është për këtë arsye ne kemi prit që do të ndroj qasja, por me dje e pam që qeveria, lëvizja vendosje, aja që ka dole para dhe që ka pasur të drejten për ta propozu qeverin dje edhe mandatarin, e shpërfillin në seancën e parë. Si mund pritet që për 4 vitet e tjera të ardhshme të presim diçka më mirë. Po fatmirësisht që ne u pranum në Këshillin në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian në Evropë, dhe tani mund që përmes edhe atje të tregojmë se si ekzekutivi këtu, në rast se do të ishte në fuqi kjo qeveri e djeshme, që të tregojmë se si në Kosovë për gjatë 5 viteve të kaluara është cenu dhe do të tentojmë që ta rregullojmë. Zotëri Mustafa, kur jemi te përcaktimi i pagës minimale në 350 euro dhe premtimi që u dha se do të merret vendim që të jetë 500 euro, a është ndjek apo është anashkalu komplet procedura nga ana e qeverisë, dhe si e tillë a është e paligjshme vendimarrja në këtë rast nga aspekti ekonomik dhe institucional? Fillimisht, në pozicion todës ekonomike në raport me fuqinë punëtore. Kosova ka fillu të ketë, apo bizneset e Kosovës kanë fillu të kenë vështirësi në gjetjen e punëtorëve. Dhe bizneset kanë fillu që të ndikojnë që paga minimale të rritet.
Mirë, pa e që është qësus është modaliteti dhe mënyra se si është vendosur, pa një konsultim, ka një debat të qartë, pa të përcaktu, përshkrueshëm qartë baza legjore se si debatohet, si konsultohen të gjitha palët se për çfarë dhe sa vjen paga minimale. Tash, atë themi është apo s'është ajo shumë që është saktu? Mund t'jetë pikpyetje, mund t'jetë më pak, mund t'jetë më shumë. Pa ajo që është qësus është modaliteti se është vendosur dhe mënyra kur është vendosur. Mënyrë pa e diskutuar dhe pa u sqaruar me palët në rastin konkret me odën ekonomike, për shkak që oda ekonomike ka bazën e vet juridike, është institucion i themeluar me ligjin e vet që ka të drejtën e përfaqësimit të biznesit në të gjitha politikbërjet, qoftë në ligjin, qoftë në rregullore, qoftë në vendimet e tilla që janë me interes nacional, sepse paga minimale konsiderohet në shumë shtete është interes nacional për përcaktuar vlerën se sa e ka një punëtor në raste të caktuara, kështu që na konsiderojmë që do të rikonsiderohet, do të diskutohet, do të vendoset mënyrë më të mirë të mundshme për të përfituar ashtu se si e meriton të gjithë punëtorët, duke marrë parasysh që bizneset tani më kanë tejkaluar të pagën minimale, duke parë rëndësinë e tyre, sepse është aset jashtëzakonshëm i biznesit fuqia punëtore, kështu që në shumë raste nuk është aty kush, por është më shumë se që është përcaktuar, sepse është sektori privat, është nevoja, është mënyra, qasja, strategjia e punëtorëve, sektorëve të caktuar për të ecur para politikave, para ideve që kanë politikbërja në shtet. Kjo është gjë e mirë, sepse do të ishte shumë negative kur shteti me politika i paraprim biznesit. Biznesi është shenjë mirë në Evropë dhe në Kosovë në rastin konkret që ka filluar të ecë para shoqërisë tjetër, sepse ndjek inovacionin, ndjek zhvillimin, ndjek trendet e të qenit pjesën i tregu regional, pjesën i tregu evropian. Tani më kemi bizneset Kosovës, të cilat janë pjesë e shembëve pozitiv në region dhe në Evropë, të cilët kanë dëshmuar që rinia jonë ka kapacitetet për të vepruar dhe për të treguar që është cilësia, kështu që për disa biznese që janë në këtë rang tani më nuk flitet për një pagë tillë minimale, por shumë më shumë. Por edhe një herë po e them që duhet gjetur modalitet më të mira për të diskutuar dhe vendi më i mirë për të diskutuar pagën minimale. E gjitha këto shqetësime është se Këshilli Ekonomik dhe Social ku trajtohen çështja dhe vendoset se si duhet shkohet, sepse në fundit është një vendim nacional se cili është drejtimi i cili do e ndjekëm si Kosovë për pagën minimale, por edhe për çështje tjera për cilat kanë interes institucionet që janë këtu, po edhe të tjera që momentarisht nuk janë në këtë debat, por që mund të kenë interesa të caktuara, qoftë edhe për grupet e marginalizuara që edhe aty ka të çështje të caktuara në ligjin. Kështu që ne si odë ekonomike gjithmonë jemi pjesë e debateve, mundohemi të jemi kontribuojmë qoftë në ligjin, qoftë në rregullore, për ta trajtuar në mënyrë më të mirë të mundshme, për të dhënë mundësinë që bizneset ta japin vlerësimin, komentet, çështjet të caktuara, po edhe është më e rëndësishme idetë për zhvillim, sepse vendet, bizneset në shumë vende janë facilitator, janë udhëhes të zhvillimit ekonomik, janë ndikues edhe nxis edhe shtetit për dru politikat. Këto shtetet bëjnë zhvillimin e politikave ekonomike duke parë presionin nga bizneset për të lehtësuar çështjet e caktuara, drejtime dhe fuqizime në zhvillimin e sektorëve të caktuar që janë me interes nacional të një vendi.